Okej, për ty opcionet. Opcioni më real, më evident është koalicioni i madh. Çfarë do të thotë koalicioni i madh? Vetëvendosje si partia me kaq shumë. Po thotë jo, ai s'bën koalicion. Apo e ka si hoda e strategji. Shef, në kombinimet politike ka përcen hendeqet për shkak pushtetit, nuk ekziston në Kosovë një parti politike që s'merr pjesë në zgjedhje, po veç prodhon analiza, po nejse në sensin dhe kuptimin logjik gjanave, partia politike kur del në zgjedhje s'del me bë analiza, po për me fitu votën me marr pushtetin. Tash, pushtet është edhe opozita, të qendrit në opozit, një farë pushteti autoritativ me prodhu alternativa, po ma mirë është më konë në pushtet edhe me realizu ato politika. Pra ndaj, po që lëvizja vetëvendosje është mandatare ka kryeministrin, por besoj që i dyti në rend, duhet të jetë PDK-ja, jo për shkak nga kriza në krizë, se krizë s'kena pas në një 4 vjetë, stabilin e konë. Ka pas stabilitet institucional si kur me por 4 vjetë. Dhe që kena pas izolim për ndërkombëtarëve gjithë ka. Ka vazhdu edhe sot. Edhe vazhdu në sot edhe kena me kalu dhe njëzë dhe ma të firë. Tash kam në izolu, nështë e binë dhe Grenellin e bojnë kandidat për kryeministër. Qa ka gjitha, po dhe po, qashtu është me Pranver. Pranver, blerimi s'po shelere me ndërkombëtare, a? Jo, po më duke që tash nuk po du me... Blerim vazhdo se do Jo, ke drejt të replikoj se blerimi po të